Unë mendoj që nuk do të bëjnë asnjë partije politike të hyjë në qeveri. Madje mendoj që as qeveria e opozitës nuk do të ishte e shëndetshme për vetë ish opozitën nëse do ta bënin në këtë kohë. Për shkak se mund të rëzohet. Edhe se mund të rëzohet, por edhe për shkak se mund të ndikojnë tek elektorati i tyre. Që i bie gjithçka po mendojmë se si dalin vota, jo për Kosovën. Normalisht. Në zoti Balaj, pra do ta shohim Kurti 3 dhe me kë. Për më dhonë një parantezë, për më dhonë sfond argumentit, e kam përmendur edhe para do dite që momentin që LDK vendosi me votu Rashiqin edhe jo kandidatin e listës sërbe për nënkërëtar, kjo situatë na vendosi para dy skenareve kështu, ose para dy skenareve hipotetike, po menoj e para e kam thonë edhe më herët një skenar më afirmativ, po them, më augurbor që për u pasi një farë preludi që po do të me ndërtu LDK një koalicion me VV-n në qeveri të ardhshme. Po skenari tjetër në mendimin tim e kam kundru si përpjekje e LDK-s ose një manovër e LDK-s që me venu vetëvendosim gjithsesi Kurtin para një situate që ku të llogarit LDK-ja që si ka VV numrat para aktit krym me konsumu afatin prej 15 ditëve dhe mja pa mundësu me ba edhe me ndërtu edhe rrëfim që s'mujti me ba qeverinë. Tjetër, po moment... Cila besën ju që ndronë me tepër, po dëshiron LDK-ja që të bëj... Që jem të orë të argument. Po momentin kur pas takimit të Kurtit me presidentin për mandatim, den duresh përfaqësues e vetëvendosis e kanë thonë një farë sintagme, një farë gjykimi hipotetik, na pe bojmë qeverinë, po nëse se bojmë, qeverinë na shkojmë zgjedhje. Këto e kam lexuar si kom që VV nuk i ka numrat, sidomos si jo prej LDK-s. Do të përpiqet se siç u pa pra në prononcimin e mëhershme nuk e ka përmendur zoti Kurti se si kam numrat. Ka thënë si kam numrat për kuvend, por për qeveri vetëm kryeni kuvendin ju atë. Po them që ai tok fjalë që gjykimi hipotetik nëse domethënë shkojmë në zgjedhje, ky kom kështu i pastër që i kullum që Kurti nuk i ka numrat, po çka është më e rëndësishme unë po mendoj që megjithatë Kurti nuk është tregu blokues, domethënë ka demonstru vullnet të kohën me ndërtu qeveri. Domethënë 3 letrat që ka dërguar LDK-s për ndërtim të koalicion. Mandej edhe familjes Geci në përpjekje me ndërtu qeverinë, domethënë si vullnet kështu i çelikt për me bë qeveri i ka adresu letër edhe kërkesë lutje zotit Geci. Domethënë çit kuadër kam pa që domethënë ja kemi ngarku, ja kemi ndaj vesh pa drejtësisht të hisem për bllokim të institucioneve. Nuk është bllokues. A djellë me zotin Limaj ka bërë disa takime? Po. Dhe e ka mashtru zotin Limaj. Ja ka premtu postin e kryeparlamentarit dhe në fond të Nuk pyetet Kurti, e ka delegu në kryesi, se kam votu. Pyetet Kurti? Po jo, nuk pyetet. Ka pas zona tjerë për koalicionit që kanë koalicionit qeverisë. Se sa për Kurtin Limaj që ishte kryetar parlamenti, po thoni? E kanë kundërshtuar dhe rrjedhimisht